Besimtarët musliman festojnë sot Kurban Bajramin në të gjithë vendin. Në Lushnjë, qindra besimtar u mlodhën që në orët e para të mëngjesit në sheshin qendror të qytetit për të falur namazin e kësaj feste të shenjtë, ceremoni që u drejtua nga imami Alban Puka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Në çdo zemër e shtëpi duhet të hyjë gëzimi, doraja e solidaritetit dhe përkrahjes për festën e Kurbanit. Kjo festë është festa e ngjalljes së shpresës dhe e optimizmit për të vazhduar me këmbgulje e besnikëri ndaj Zotit të gjithësisë, tha në fjalën e tij Miftiu Gramoz Bliku. Kjo festë e cila nënkupton sakrificën e gjithçkaje për të arritur dashurinë e Allahut Azza wa Jall. Është kjo festë që u sakrifikua çdo gjë për të arritur dashurinë e tij. Është kjo festë ku dashuria për jetën mori kuptim. Festa e Kurban Bajramit është krenaria jonë. Ashtu si që jemi plot krenari në të shesh, në të cilin e madhërojmë të madhin Zot dhe e lartësojmë ata. Vëllezër të nderuar, respektoni njëri tjetrin, duajeni njëri tjetrin, mbajeni lidhjet farefisnore, lusë të madhin Zot për më shumë paqe në botë. Lusë të madhin Zot për shumë paqe, veçanërisht në Palestinë. O Zot i madh, jepu atyre paqe, largoja zullumqarin nga vatrat e tyre. Lusë të madhin Zot për shumë begati në këtë vend dhe drejtësi. Lusë të madhin Zot për më shumë harmoni midis vetit. Lusë të madhin Zot që ta bekoj këtë vend, ta nderoj rinin ton, të punoj në këtë vend, e ardhmja është këtu. Gëzuar për shumë vjet Kurban Bajrami, Zoti e pastërbo këtë ditë paqe për të gjithë. Besimtarët kryen ritin e faljes dhe shkëmbyen urime për paqe, mirëqenie dhe harmoni në familje. Sipas besimit musliman, Kurban Bajrami simbolizon sakrificën për kushtimin dhe gatishmërinë për të bërë mirësi në emër të Zotit. Krahas anës shpirtërore, kjo festë përcjell edhe mesazhin e ndihmës dhe mbështetjes për familjet në nevojë, ku përfshihet edhe ndarja e mishit nga therrja e Kurbanit mes familjarëve, miqve dhe njerëzve në nevojë në shenjë solidariteti dhe bashkimi.